Të nderuar kolega gazetar, mirë se erdhët në këtë konferencë për media të Presidentes Republikës Kosovës. Ju njoftoj që për shkak të agjendës shtetërore për nderim të epopejës së UÇK-s nuk do të ketë pyetje, kështu që do të kemi një deklarim nga Presidentja. Presidente, fjala për ju. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës.